E po ka mjaftuar kjo që e tha dhe shumë shpejt mori dhen. Shqiptarët e Kosovës janë prekur sepse u ndjen të ofenduar. Ekskluzivisht për emisionin Zoom Blede sqaron këtë një herë për gjithmonë. Ti për shembull ke fonetik mjaft femërore, po ke kolegët e tuaj që kanë fonetikën mjaft maskullore. Kam ndjekur në internet gocën, vajzën që prezanton prive dhe ka një fonetik të frikshme, të tmerrshme, ka shumë të trash, por kjo nuk e bën atë të mos jetë gazetare e mirë, që janë cilësi të individit. Ju shpesh në akuzonin e meshkujve të Shqipërisë që fonetika jonë është shumë soft, shumë i butë, por ne nuk në mbetet qefi ashtu si shumë mbetet juve. Ndalemi këtu për ta pyetur Troç, a ka gazetari cilësore në ditë të sotme? Kemi dy lloj gazetari, gazetari për turmën, për prodhim të gjerë për publikun, kemi dhe gazetari cilësore. Gazetaria për turmën është gazetari masive, me lajme showbizi, me silikon, me jokes, me hund, me vithe. Nërsa gazetari cilësore është gazetari as pak tabloide, është kualitative, por është për një pakicë, për një audiencë që sa vjen dhe të kuret. A i përmendë dhe rrjetet sociale që sipas tij e bëjnë një gazetar dembel. Gazetaria dembel është TikToku, një selfie, një video, një gaf, një pjatë me sushi, kështu që kjo do të shkojë brenda viteve 2030, do të jetë gazetari që do lodhe, do ta bëjë ciklin e saj dhe do përfundoj misionin. Mjaftueshëm falem për këtë profesion, o blet në thuaj të vërtetën, aja ke pa hajrin bigot ajo. Unë Big Brother ja kam parë hajrin në famën që ti jep ai spektakël, vjen një moment që ti lodhesh dhe doj që mundësisht ta mbulosh kokën edhe të shkosh diku që njerëzit nuk do të njohin, sepse gjatë gjithë kohës do vinë të takojnë dhe do të pyesin a bëri seks Luizi me Kiarën, se ti e kishe krevatin përballë. Dhe ndërkohë kam thënë që ajo shtëpi nuk kishte erotizëm, ajo shtëpi nuk kishte seks. Ajo shtëpi kishte vetëm intriga dhe dallavere. Mos bëni pyetje idiote, sepse mes 280 kamerave hormonet e seksit ishin në gjumë. Nëse tani është koha ta pyesim, a ka para nga gazetaria? Po, paguaj qiran e banesës, unë nuk kam automjet makinë, por udhëtoj mjaftueshëm, kam një portal tim, me të cilin me dy kolegë të tjerë gazetarë, mundohemi, sepse sekretisht duhet kapësh reklama që të paguash rrogat, por nëse ti në Shqipëri ose në Kosovë bëhesh një gazetar gjovënës e përdorni dhe ju, gjovënës, atëre mundet të bësh lek, si që kam bërë kolegë nga të dy anët e kufirit, por problemi është që askush për tyre secën i lishë më këmbë, si që mundet si unë, apo djali, apo ti. Kështu që ai është një pasurim i shpejt, po besoj është i dëmshëm. Njerëz që në darkë nuk flen të qetë, sepse mendojnë që do sulmojnë, do atakojnë, do kërcënojnë. Më mirë të marrësh kërcënime për fonetikën e zërit të vajzave, se sa ti kesh vënë gjop një korporate të madhe, ti kesh prishur punë